Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha prezantoi aplikacionin Agjencia Digjitale për raportim anonim të shkeljeve nga policia, garda apo zjarfikësja. Qytetarët mund të denoncojnë nga çdo vend me garanci për ruajtjen e identitetit. Kalaja e Ergjiros në Gjirokastër është bërë pjesë e një ekspedite arkeologjike të iniciuar nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik. Qëllimi i këtyre gërmimeve është plotësimi historiku të kalas së Ergjiros dhe dokumentimi shkencor i të dhënave. Gërmimet pritet të nxjerrin në dritë element të rinj për historinë dhe funksionet e kalas ndër shekuj. Saranda nuk është thjesht një destinacion turistik, ajo është kthyer në një treg të nxehtë imobiliar ku blerësit më të shumt nuk janë shqiptar por të huaj. Statistikat janë të qarta, rreth 95% e blerjeve të apartamenteve dhe trojeve në Sarandë realizohen nga shtetas të huaj. Ky trend po rritet çdo vit, sidomos gjatë sezonit veror kur shumë prej tyre vizitojnë qytetin si turist dhe largohen si pronar. Identiteti i gri titullohet prodhimi më i ri kinematografik shqiptar, i realizuar nga një kast amatorësh, vajza e djem Gjirokastrit, xhiruar në qytetin e Gurt. Mbrëmjen e djeshme u shfaq për herë të parë për ardashësit e këtij qyteti. Ju njohim tani më gjërësisht Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha prezantoi aplikacionin Agjencia Digjitale për raportim anonim të shkeljeve nga policia, garda apo zjarfikësja. Qytetarët mund të denoncojnë nga çdo vend me garanci për ruajtjen e identitetit. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka prezantuar sot aplikacionin Agjencia Digjitale, e cila do të vijë në ndihmë qytetarëve për të raportuar shkeljet apo abuzimet nga punonjësit e policisë së shtetit, gardës apo shërbimit zjarfikës. Ministri garantoi qytetarët se anonimati i tyre do të ruhet dhe se mund të raportojnë nga çdo vend. Sipas Hoxhës, Agjencia Digjitale nuk është vetëm një zhvillim teknologjik, por një angazhim serioz për forcimin e besimit mes qytetarëve dhe institucioneve të sigurisë. Qytetarëve një mjet të ri të drejt për drejt, të thjesht për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga ana punonjësve të policisë, Gardës së Republikës, po ashtu dhe zjarfikësit, pra 3 autoritete të cilat monitorohen nga kjo agjenci. Ky aplikacion është i disponueshëm falas për të gjithë në një sistem shumë të thjesht Android dhe mund të shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nisma në fakt është më shumë se sa një zgjidhje teknologjike, është një angazhim i qartë për të garantuar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një kulturë të re raportimi, ku qytetari dëgjohet dhe i ofrohet mbrojtje. Kjo është detyra jonë parësore. Krahas kanaleve ekzistuesve të denoncimit, si dhe numrit jeshil, tashmë prej vitesh, në funksion, aplikacioni i ri përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të administratës dhe administrimit të ankesave dhe forcimit të integritetit shoqëror. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë mënyre teknologjia po ndryshon të gjithë jetët tona, por edhe në të njëjtën mënyrë se si ndërveprojnë institucionet. Kjo risi është në përputhje plot me strategjinë e digitalizimit të qeverisë shqiptare dhe përforcon përpjekjet tona për ta bërë qeverisjen më të hapur, më transparente dhe llogaridhënëse, duke fuqizuar qytetarin me mjetet konkrete për të raportuar pa frikë në anonimat të plot, ne i mbyllim rrugën abuzimeve, dërgojmë një sinjal shumë qartë në uniformat e policisë që detyra e tyre është vetëm për të shërbyer dhe jo për të abuzuar. Ky aplikacion vjen në përputhje të plotë me prioritetet e qeverisë shqiptare për digitalizimin e shërbimeve publike, si dhe në funksion të misionit tonë për të garantuar një mbikëqyrje efektive dhe të pavarur, duke trajtuar në mënyrë të shpejtë, pa anshme dhe profesionale çdo denoncim apo shqetësim të ngritur nga qytetarët. Krahas metodave të kontaktit që agjencia sot ka në përdorim, siç është linja e gjelbër, websajtet, rrjetet sociale dhe numri jon WhatsApp, tashmë me disa klikime të thjeshta qytetarët mund të raportojnë veprime të pahishme, abuzime apo tejkalime kompetencave në kohë reale. Gjithashtu mund të bashkëngjisin materiale provuese, foto, video apo dokumenta të tjera. Si dhe në fund mund të marrin informacion mbi statusin e denoncimeve të tyre në çdo kohë.
Pra është një proces i thjesht, i sigurt dhe i besueshëm, duke garantuar gjithashtu ruajtjen e plotë të anonimatit për çdo qytetar që zgjedh të mbetet i pa identifikuar. Ky aplikacion është një mjet i ri dhe i thjesht në duart e çdo qytetari për të raportuar shkelje apo abuzime në çdo kohë nga çdo vend dhe në anonimat. Kalaja Argjiros është bërë pjesë e një ekspedite arkeologjike të iniciuar nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik. Qëllimi i këtyre gërmimeve është edhe plotësimi i historikut të Kalas Argjiros dhe dokumentimi shkencor i të dhënave. Gërmimet pritet të nxjerrin në dritë element të rinj për historinë dhe funksionet e Kalas ndër shekuj. Pas 3 dekadash rifillojnë gërmimet arkeologjike në Kalan e Argjiros. Drejtoria Rajonale në bashkëpunim me grupin e studentëve të degës Histori Filologji, Departamenti i Arkeologjisë dhe Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik ka nisur sërish gërmimet arkeologjike në Kalan e Argjiros. Sipas Mariklen Mëshinit, drejtor i Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, kjo është faza e dytë e punimeve në Kala. Ai thekson se qëllimi i ekspeditës është plotësimi i historikut të Kalas Argjiros. Qëllimi i cilës është, le të themi, jo thjesht plotësimi i historikut të Kalas Gjirokastës, sa kalaje kaq të rëndësishme për vendin tonë, por mbi të gjitha për të shtuar disa asete të reja për këtë sit të trashëgimisë tonë, tashmë edhe pjesë e trashëgimisë botërore në UNESCO. Jemi duke punuar në pjesën e jashtme, siç e shikoni, jemi duke identifikuar një kull të vjetër, e cila i përket antikitetit vonë ose më saktë shekujve 4-6 erës sonë. Ky është një vijim i gërmimit të viteve 70-80, ku janë identifikuar këto gjurmë në brendësi të Kalas, por jo në pjesën e jashtme. Në gërmime po identifikohen gjurmë të vjetra që i përkasin periudhës antike të vonë. Presim rezultate të tjera në vijim, jo thjesht zbulimin e kësaj kulle, por dhe elementeve të tjera përbërëse të fortifikimit të kësaj kale kaq të rëndësishme. Gjithashtu kemi organizuar dhe në pjesën qendrore të Kalas gërmime të tjera, të cilat kemi të dhëna që mund të shkojë edhe përtej shekullit të 4 të erës sonë gjurmët arkeologjike. Deri tani kemi identifikuar materiale të lëvizshëm, siç janë tegua dhe qeramika, që shkojnë në shekullin e 4-3 para erës sonë. Nuk njiheshin më përpara, por gjatë punimeve restauruese që Drejtoria Rajonale ka realizuar dhe gjatë pastrimeve, kemi identifikuar këto indikacione të cilat na shtyn që të marrim të ndërmarrim këtë projekt arkeologjik, të themi kështu. Është vetëm fillimi. Gërmimet arkeologjike janë parashikuar të zgjasin 3 javë intensive. Pas përfundimit të tyre dhe bazuar në rezultatet e marra, do vendoset nëse do të planifikohen punime të mëtejshme apo ndërhyrje restauruese. Saranda nuk është më thjesht një vend turistik, por ajo është kthyer në një treg të nxehtë imobilar, ku blerësit më të shumt nuk janë shqiptar por të huaj. Statistikat janë të qarta, rreth 95% e blerjeve të apartamenteve dhe trojeve në Sarandë realizohen nga shtetas të huaj. Ky trend po rritet çdo vit, sidomos gjatë sezonit veror, ku shumë prej tyre vizitojnë qytetin si turist dhe largohen si pronar. Saranda vit pas viti nuk frekuentohet vetëm për Bregdetin dhe klimën, gjithnjë më tepër ai është kthyer në një destinacion për blerje pasurish të paluajtshme, kryesisht nga të huaj. Statistikat flasin se 95% e blerjeve të apartamenteve apo trojeve në Sarandë realizohen nga shtetas të huaj. Në numrin më të madh të kërkesave që ne kemi këtu investitorë, në të rësi janë prej shteteve të huaja dhe jo shqiptarë diasporës. Ne të kalojmë në një numër, mund të jemi mbi 95% të huaj, krejtësisht të huaj, dhe 5% jemi në pjesën e shqiptarëve dashur që jetojnë brenda territorit shqiptar, por ata që janë diasporës. Po çfarë të rejtë huaj drejt Sarandës? Së pari, pozicioni gjeografik, portat e Europës me afërsinë me Korfuzin u jep atyre edhe akses të lehtë përmes portit dhe aeroportit. Si qytet, lidhja të cilën ne kemi me Europën, përfshi duke referuar pjesës së Greqisë dhe ishëm të Korfuzit, në përgjithësi është lidhja si detare, si ajrore e portit dhe aeroportit, edhe që vetë qytetarët e huaj kanë mundësi të marrin udhëtimet, gjithsesi edhe duke qenë në portat e Europës, ne ka një garanci, le të themi, më të mirë për sa i përket pjesës sigurisë në investimet e tyre. Një tjetër arsye janë çmimet konkurruese shumë të ulta krahasuar me rajonin.
Për më tepër, procedurat ligjore janë të thjeshta dhe shpesh mbyllen brenda një muaji. Shqipëria është në tregun e pasojave të paluajtshme me çmimet më kompetitive të ulta në treg. Kjo ka bërë që edhe turisti huaj në kërkimet e tij që po bën në të gjitha këto shtete, po zgjedh dhe Shqipërinë si destinacion të pasi duke patur çmimet më të ulta dhe favorizon në pjesën që në një të ardhmen ky çmim do të ndryshojë për më mirë. Fillimisht ishin nordikët, suedezët, norvegjezët, finlandezët që nisën trendin e blerjeve. Më vonë u bashkuan italianët, ndërsa vitet e fundit dominimi i tregut ka kaluar polakëve, çekëve, madje edhe gjermanëve, austriakëve. Kam kaluar nga skandinavët në italianët, në vitet e fundit kemi tendencë të vendeve lindore siç janë Polonia dhe Republika Çeke. Kemi një kërkesë mund të themi vitin e fundit për sa i përket pjesës së Evropës perëndimore, Gjermani dhe Austri. Për të huajt, vera nuk është vetëm kohë për relaks. Shpesh këtë periudhë eksplorimi përmes agjencive imobiliare ata kërkojnë, shikojnë dhe bëjnë llogarit. Kur vera përfundon, vjeshta sjell vendimet nga shtatori në dhjetor, shumë prej tyre bëhen pronar të rinj në Sarandë. Në Gjirokastër u zhvillua një takim interinstitucional me temë ekzekutimi i vendimeve penale dhe zbatimi i dënimeve alternative, i organizuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, përfshirë drejtuesin Petrit Çano dhe prokurorin e ekzekutimeve Mariglen Meta, përfaqësues të shërbimit të provës në Gjirokastër, drejtor zotin Afrim Mullaj dhe specialiste zonjën Çetjana Axhaj dhe përfaqësues të shërbimit të provës përmet drejtoresh zonjën Merita Hodaj, si dhe përfaqësues të zyrës së përmbarimit në Gjirokastër, kryetare zonjën Brezina Balili. Takimi kishte për qëllim analizimin e sfidave që shoqërojnë zbatimin e vendimeve penale me fokus të veçantë te dënimet alternative, si puna në dobi të komunitetit apo mbikëqyrja nga shërbimi i provës. Gjatë diskutimeve u theksuar rëndësia e rritjes së efikasitetit në këtë proces, forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përcaktimit më të qartë të roleve të secilit institucion. Palët u angazhuan për të përmirësuar mekanizmat e koordinimit dhe për të organizuar takime të rregullta me synim për të forcuar zbatimin në praktikë të drejtësisë penale dhe për të rritur transparencën ndaj qytetarëve. Muhamet Dahut është shtetas me origjinë siriane, ai ka zgjedhur Shqipërinë si atdheun e tij të ri, pas disa vitesh shndrimi në Greqi, ku njohu edhe bashkëshorten e tij nga Dropulli, vendosi që në vitin 2010 të ndërtojë jetën në Shqipëri. Sot ai jeton në Dropull, ku ka hapur edhe biznesin e tij dhe ka marrë shtetësinë shqiptare. Mikpritja, thot ai, ishte elementi kyç që ndihmoi të ndihet si në shtëpinë e tij. Muhamet Dahut, 36 vjeç nga Siria, u detyrua të largohej nga vendi i tij për arsye ekonomike. Në vitin 2000, ai u vendos në Greqi, ku fati e bëri të njihte bashkëshorten e tij, një grua nga Dropulli. Pas disa vitesh qëndrimi atje, në vitin 2010, ata vendosën të vinë në Shqipëri dhe të jetojnë në vendlindjen e saj në Dropull. Unë në 2000 erdha në Greki, kisha gjagja në Greki dhe erdha atje dhe me shumë për lek, do më thëmë. Punova atje, në fillim kishte pak e vështirë, punova, avash, zanat ime ishte me hekur dhe dur alumin, në Athinë, po. Dhe pastaj martova me grua, grua ishte në Dropull, këtu në Shqipëria, kam dhe një djalë, bëra një djalë në Greki. Pastaj në 2010 kishte shumë krizë në Greki dhe më tha vjeri dhe ikim në Shqipëri. Thash unë në rregull, ku erdha këtu prap kishte shumë e vështirë në fillim, avash, më thënë bëra një punë këtu, një andje, një këteja, dhe më pësohan dhe gjisë, dhe më thënë, si fshatari këshu, dhe avash, jemi me mirë në Greqi. Ai pohon se banorët e Dropullit janë treguar shumë mikpritës ndaj tij. Muhamedi ka hapur biznesin e tij dhe është i kënaqur me punën që bën. Për më tepër, ai ka marrë edhe shtetësinë shqiptare dhe pasaportën shqiptare. Shumë mirë, domethënë, shumë mirë. I ke marrë dokumentat e nevojshme? Po, ka marrë dokumenta shqiptare, me pasaportë shqiptare.
në rregull, jemi shumë në rregull. Tashmë këtu ka hapur biznesin tënd? Po, kam hapur biznes me dur alumin, me hekur dhe me saldime dhe... Si të duket Shqipëria? Shumë bukur, shumë bukur. Si vend, më thënë, shumë bukur. Si njerëz dhe janë shumë të mirë. Babaj dhe mama ishë në Siri, po. Vllai, vlezë, më thënë, të gjithë janë në Europë. Të merr malli për ta? Po. Flasim shumë në telefon, po, ditë për ditë. A i tregon se vështirësia më e madhe në fillim ka qenë gjuha shqipe, por me kalimin e kohës ka arritur ta mësoj dhe të integrohet plotësisht në komunitet. Isha në Dropol fletën shumë grekisht dhe zi az mërmëgjes, dhe më thënë, para 5 vjetë, 4-5 vjetë, punë me shumë me shqiptar, në Gjirokastër, në Permeti, në Tepele, kam vadil në Durrës. Dhe atje, këshu, dhe më thënë, me shqiptar kam mësua shumë, dhe më thënë, si gjuhë. Ishtë pak e vështirë si gjuhë. Historia e tij është një shembull i thjeshtë se si mikpritja, vullneti dhe puna mund të ndërtojnë ura mes kulturave dhe të krijojnë një jetë të re larg vendit të origjinës. 1380 fermer aplikuan këtë vit nga qarku i Gjirokastrës për skemën kombëtare të mbështetjes me naftë. Pas përfundimit të fazës së parë të aplikimeve, ka nisur procesi i kontrollit administrativ të dokumentacionit, ku aktualisht ka përfunduar 70% e dosjeve dhe më pas do të nisë faza e kontrollit në terren. Këtë vit 1380 aplikant nga qarku i Gjirokastrës kanë aplikuar për skemën e mbështetjes me naftë për punimet e mekanizuara. Specialisti bujqësisë Balil Bineri bëri të ditur gjatë një interviste se me njëherë pas përfundimit të fazës së parë të aplikimit, ka nisur faza e kontrollit administrativ të dosjeve. Ka mbaruar faza e parë e aplikimit dhe jemi në fazën e atë që quhet faza e kontrollit administrativ. Pra kontrollohen nga specialistët tanë, plotësimi i dosjeve dhe i kritereve të cilat nuk e cënojnë aplikimin. Pra, nëse kjo që ndodh përgjithsisht fermerët kanë mangësi të natyrës dytësore, po i quaj, për shembull mungon llogaria bankare ose një faturë e inputeve bujqësore, e cila është futur këtë vit si kriter, atëherë njoftohet nga specialistët tanë, e sjell këtë dokument, plotësohet dosja dhe e dërgohet për miratim në AZBR. Kontrolli dosjeve ka arritur tashmë në masën 70% dhe më pas do të nisi faza e kontrollit në terren, theksoi Bineri. Pas kësaj faze do të filloj kontrolli në terren që bëhet nga specialistët e AZBR-s dhe pastaj dërgohen për miratim dhe për rimbursim emrat e aplikantëve fitues. Për vitin 2024, në këtë skemë kanë aplikuar gjithsej 1440 fermer, ndërsa 1401 prej tyre kanë përfituar mbështetjen me naftë për punimet e mekanizuara. Identiteti Grit titullohet prodhimi më i ri kinematografik shqiptar i realizuar nga një kast amatorësh, vajza dhe djemë Gjirokastrit, xhiruar në qytetin e Gurë. Mbrëmjen e djeshme u shfaq për herë të parë për ardashësit e këtij qyteti. Publiku Gjirokastrit ka ndjekur mbrëmjen e djeshme filmin më të ri realizuar nga një grup të rinj të qytetit që titullohet Identiteti Gri. Ai vjen në interpretimin e 56 djemëve dhe vajzave gjirokastrite, që s'kan asnjë lidhje me aktrimin, por që shënuan eksperiencën e parë në këtë fushë. I vjen që kiqin të vjenën? Vjen që kiqin. Po kokën tënde në një farë mënyrë duhet ta nxjerrësh. Jo të vish për ta për ditë. Është një kënaqësi që unë edhe gjithë të tjerët së bashku, aq më tepër kur kemi dhe aktorë të mirë siç është Viktoria apo Fane Bida që na nderuan, jemi bërë pjesë e këtij filmi. Pjesë e një filmi që është dhe pjesë e historisë së këtij qyteti. I ftoj të gjithë qytetarët e qytetit Gjirokastër ta shohin, të ndihen mirë dhe sigurisht të na falin për një gabim të vogël, të cilit ne sigurisht e kemi bërë pa dashje, por gjithmonë me dëshirë më të mirë për t'i kënaqur ata. Le ta ndajmë këtë gëzim së bashku, le të kënaqemi me ata së bashku dhe gjithçka që është e mirë ta themi dhe problemet ku janë dhe ato t'i themi. Për realizimin e këtij filmi, djemtë patën mbështetjen e shumë familjeve gjirokastrite që u hapën dyert, siç thot regjizori Olsi Çela, dhe individëve të veçantë që kontribuan me vlerë monetare. Gjithë qyteti kontribuoi dhe na ndihmoi, dhanë sa kishin mundësitë e tyre çdo lloj njeriu, qoftë me mbështetje financiare, qoftë me mbështetje me hapjen e portave,
qoftë me fjalët e mira, qoftë me zhdologjia, domethënë gjetëm ngrohtësi. Kështë ka, po themi, një temë të caktuar, sepse më shumë filmi ka aksion dhe intrigë vënda. Domethënë shpërndahet në disa zhanera, nuk i qëndron një lloj pjese, nuk është një film që ka një aktor apo dy aktor kryesor. Janë mbi 9 veta, domethënë, që luajnë role kryesore, dhe përgjithsisht domethënë prek pjesën e aktualitetit social, pjesën e tanishme, por prek domethënë dhe xhirimet në qytet, që në këtë mënyrë të bëjnë një promovim të mirë të Gjirokastrës tonë. I vetmi profesionisti i përfshirë në këtë projekt ishte aktori Viktor Çaro. Janë profesionale, që po ta shohë një sy, jashtë më të thonë amator janë këta, apo ka të bësh dhe me profesionist. Është një punë e arir, një punë tepër e shkëlqyer për mua. Për mua si aktor profesionist. Emin Kokalari, pjesë e grupit inicues, një herë azi edhe aktor, pasi gjithçka ka përfunduar, duket se ka kaluar një eksperiencë të paharrueshme. E bukur e këtij filmi është sepse gjëja më e bukur është që duhet bërë një film për mënyrën se si është realizuar ky film. Domethënë, mënyra e realizimit të filmit ka patur shumë gjëra të bukura përmese, kujtime të paharrueshme për të gjithë që kanë marrë pjesë, sigurisht dhe debatet e vogla përmese si bëhet çdo punë, por ishte një grup shumë special, kemi marrë një energji shumë pozitive nga të gjithë, dhe siç thash, filmi më i bukur është filmi që duhet bërë se si është xhiruar ky film në qytetin e Gjirokastrës. Jam shumë falenderues për gjithë që morën pjesë, për mbështetjen e sponsorave, për njerëzit që na u bën palë, për operatorët që na ndihmuan sepse ne jemi të gjithë amatorë dhe për çudi domethënë është hera e parë që krijohet ky film dhe ne nuk kemi lidhje fare me krijimin e filmave përpara, por me këtë tregojmë se iniciativa, dashuria për të realizuar diçka gjithmonë realizohet në momentin që është dëshira dhe pasioni për të bërë. Identiteti i gri do të vijojë të shfaqet në kineman e qytetit për disa mbrëmje reshtë, ndërsa mësojmë se kjo është vetëm seria e parë, është projektuar që ky prodhim të ketë dhe 2 seri të tjera. Fëmijët Gjirokastrit do të kenë mundësi të kalojnë orë argëtimi e zbavitjes së bashku. Këtë mundësi po ua jep Qendra Kulturore Fato Berberi, e cila për 2 javë do të organizojë ditët e hapura. Instruktor të kësaj qendre u bëjnë thirrje fëmijëve të regjistrohen deri në datën 5 korrik. Aktivitete argëtuese, kurse trajnimi, lojra aktivitete kulturore, shfaqje filmash të animuar, të gjitha këto do të jenë pjesë e programit të ditëve të hapura që Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi do të organizojë për 2 javë me pjesëmarrjen e fëmijëve Gjirokastrit. Ky organizim vjen pas përfundimit të vitit shkollor me qëllim argëtimin zbavitjen e tyre gjatë tyre ditëve të pushimeve. Në kampin veror do të jenë të gjitha rrethet, si të instruktorëve të brendshëm dhe atyre të instruktorëve të jashtëm. Çdo ditë fëmijët do të organizojnë aktivitete të bukura, lojra popullore, do ketë pikturë, do ketë këngë, polifoni, aktrim, do jemi në bibliotekë duke lexuar, duke folur për libra, duke folur për prallat, do kemi konkurse gjagjëzash, do të kemi valle, do të kemi kursin e anglishtes, të gjitha këto të përfshira të gërshetuara me njëra tjetrën që fëmijët të kenë mundësi të kalojnë kohë të edukuar. Gjithashtu, në ditët e para, domethënë orët e para të ditës, fëmijët do ta hapin këtë kamp veror duke parë filma artistik animator për fëmijë. Regjistrimet janë të çelura deri në datën 5 korrik dhe instruktorët e kësaj qendre i bëjnë apel prindërve të dërgojnë fëmijët për të kaluar kohë të kulturuar së bashku. Fëmijët është e mira të vinë të argëtojnë për veten tyre, të kalojnë kohën në mënyrë të kulturuar, et mos merren me, po themi, me këto mjetet e celulare, ku diun iPad-e, të cilat edhe i dëmtojnë nga ana e shëndetit në kuptimin e syve dhe mënyra se si ne të organizojmë këtë kamp veror, themi se do të jetë e këndshme për ta dhe edhe për ne vetë, si është një eksperiencë që duhet ndoshta ta përsëritim vit pas viti, sepse kemi pasur dikur, po tashti u krijuan një çik kushtet më ndryshe me rekonstruksioni që ju bë godinës, sidomos prindërve u bëj thirrje që t'i mbështesin këta fëmijë, mos i mbajnë të mbyllur nëpër shtëpi. Sepse është një harxhim i kohës kot, kurse këtu do vinë do zbaviten me lojra nga më të ndryshme. Ditët e hapura në Qendrën Kulturore Fato Berberi do të zgjasin nga 7 korriku deri në 18 korrik. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshin.